sot Shqipëria do të vijojë me një mod të ftohtë dimror, me sa po kuptojmë vranësira do të mizotrojnë në veri dhe në qendër, ku her pas here do të priten ndereshje shiu që do të jenë në lartësinë mbi 900 metra në formën e dëborës. Në jug dhe në Bregdet moti do të mbetet me vranësira mesatare me intervale kthjellimesh dhe lagështi të lartë. Temperaturat në mëngjes do të luhaten nga 1 deri në 6 gradë, ndërsa gjatë ditës do të ngjiten lehtë deri në 8 deri në 13 gradë, me ulta në zonat malore do të zbres në 0 gradë mëngjesin e sotëm, ndërkohë që shikojmë edhe temperaturat e rajonit. Në Prishtinë -1 dhe 8 është luhatja, në Malin e Zi, Podgoricë 4 dhe 13, 8 dhe 19 në Athinë dhe 0 deri në 8 gradë Celsius do të jetë luhatja e temperaturave në Shkup. Shkupidup. Super, nuk do kemi shtrëngata. Jo, më shtrëngata është këta shtrëngata. Shtrëngata nuk kemi. Ikën ato shtrëngatat. Me që është e martë, do të jemi ekstra të butë edhe të kujdesshëm me dëgjuesit sot, i marrim me ledatime, me përkëdheli, për t'i ngritur nga shtrati, se kanë qenë 4 ditë pushim, disa janë kthyer mbrëm vonë me avion, edhe do të jemi do i ledatojmë. Jemi këtu për ta. Kupton, do të kthehen prapë në punë, është Pike zez janë duke thënë ata. Prapë në punë, prapë ashtu, prapë fëmijët në shkollë. Domethënë sot është në shumë shtëpi është ky rikthimi në këtë rutinën e përditshme, kaçorave që fluturojnë andej këtej, vezë që zjejnë, ku di unë, lavamani. Dikush i bie banjës. Ja pse duhen 2 banja në shtëpi, vërtet gruaja. Ja pse duhen 2 banja. Dil shpejt jemi vonë. Kështu që unë i lash në gjumë ata, por siç po thosha se në kohën e lirë kam si punë të dytë, nga që mbarojmë shpejt këtu, dhe pastaj transportoj lavatriçe, frigorifere, gjëra kështu. Vërtet? Po. Je transportues dhe jo, nuk talem. Transportues dhe i montoj, se pata bravo. Duhen vendosur ato, kështu po ishte ftohtë, se ishte një dritare banje hapur aty dhe ndërsa montoja lavatrishën e tretë, ndjeva që sot do të kisha humbur zërin. E kuptoj. Jo, unë akoma jam në atë fazën e asestimit që duhet të krijoj një rutinë të re për momentin. Jo, nëse keni lavatrishë për të montuar. Po, mirë, di ku të pyes. Kështu. Po, të bën të dihesh më burr kjo kur bën një gjë që gëzon gratë, ke parasysh. Po, montimi i mobiljeve, problemi më i madh në fakt, ë? Cili i këtyre? I këtyre, po, montimi, mobiljet. Po nëse do të pyesja unë ty kështu befas, cili është problemi më i madh që kanë gratë? Me gjëra shtëpie kanë fjalën. Me gjëra shtëpie. Me pajisje, Po, kur ndodhin këto gjërat befas, hikën dritat ose nuk funksionon më lavatriçja. Më ndodhi para 2 ditësh. Çfarë? Që të ndaloj lavatriçja. Po, nuk më funksionon lavatriçja dhe një gjë tjetër që unë nuk e kuptoj fare, për shembull nuk vjen ujë ngrohtë ndonjëherë. Ai është problem. Probleme me bulierin pastaj. Me bulierin. Po. Ato janë probleme burrash. Po, tamam probleme burrash edhe i e vonë duhet ikësh edhe ndodh ai momenti i dushit ftohtë. Ke bërë vërtet e ke bërë dushin e ftohtë? Po, ç'të bëjmë? Nuk të ka ndodhur ndonjëherë? Më ka ndodhur dje me qira fjalë. Jo, kam patallje se shkova vonë nuk shkova në orarin e zakonshëm dhe me sa duket kur shkon në darkë, që unë nuk preferoj shkoj se ka shumë njerëz, edhe uji nuk ishte shumë ujë të ngrohtë. Domethënë nuk ishte i ftohtë fare. Jo, unë e kam bërë ftohtë fare. Ja. Le kam bërë vërtet ftohtë, sepse nuk mund të vite ai personi hidrauliku atë ditë, kështu që është ftohur uji për disa ditë, edhe disa ditë. E kuptoj. Kush e di sa të ka shkuar testosteroni, se thonë që kur bën u dush më ftohtë. Nuk e di, po kam vuajtur. Shumë mirë.